I ke ndruar makinës tënde tip Renault Wild Filtra dhe ustaj harroi ose nuk e kishte kompjuterin që të fshinte këtë lampën që tregon se makina juaj ka nevojë për ndrim vaj ose për servis. Me ndihmën e 2 butonave që i kemi në krahun e djathtë të timonit, përzgjedhim menun duke lëvizur, duke shtypur butonat nga lart poshtë, pra oil change. Ja ku doli, e mbajmë butonin e shtypur derisa kjo gjëja fillon të pulsoj dhe më pas do të shohim se si do zhduket çelësi portokalli, pra lampa e servisit. Nëse je duke e parë këtë video por nuk ke një makinë Renault, dërgoja dikujt që ka një të tillë dhe nëse ke një pyetje shkruaje në koment. Por mos harroni të na bëni follow. Sigurisht nëse gjeni diçka interesante tek kjo faqe makinash.